Lidhja Demokratike e Kosovës ka sinjalizuar gatishmëri për të hyrë në bisedime me lëvizjen vetvendosje me synimi për të arritur një marrëveshje që do të jepte një rrugë krijimit të institucioneve të reja të vendit. Nën kryetari i LDK-s, Lufti Hazieri bëri të ditur se gjatë mbledhjes së kuvendit të partisë është miratuar qëndrimi që kjo forcë politike të angazhohet në procesin e negociatave me synim për të shmangur mbajtjen e zgjedhjeve të reja për të kontribuar në krijimin e një shumice institucionale. Sipas Hazierit, LDK-ja është duke shërtuar ofertën për bashkëpunim për të bërë nga lëvizja vetvendosje, por theksoi se çdo marrëveshje duhet të përfshijë dakordsi të plotë për funksionimin e institucioneve, programin e qeverisë, politika sektoriale, interesin shtetëror dhe ndarjen e përgjegjësive mes partnerëve të mundshëm të koalicionit. Ai shtoi se tashmë i takon vetvendosjes të dëshmojë në raundet e ardhshme se bisedimet nëse është e gatshme të pranojë këto parime. Hazieri u shpreh se në rast se ekziston vullnet politik nga të dyja palët, çështjet kryesore mund të zgjidhen brenda 24 orëve. Ndërkohë, pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës, ka nisur të rrjedhin afatet kushtetuese për formimin e ekzekutivit të ri. Po ashtu deputetët do të kenë në dispozicion 60 ditë nga dita e konstituimit të legjislaturës për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës.